Spektakli më i ndjekur në Shqipëri, Big Brother VIP Albania 4, nuk po ndalet së krijuari buj, këtë herë, edhe për te kufive shqiptar. Ngjarjet brenda shtëpisë më të famshme në vend kanë arritur të bëhen lajm edhe në Norvegji, duke vërtetuar fuqinë dhe ndikimin e këtij reality show. Në qendër të vëmendjes është shuplaka që ish banori Josefin Marku i dha gjestit, një moment që tronditi shikuesit dhe ndezi debat të madh në rrjetet sociale. Por jo vetëm kaq, ky incident ka gjetur hapësirë edhe në gazetat më të mëdha norvegjeze, përfshirë median prestigjioze Rødulper, e cila e ka raportuar ngjarjen me tituj të mëdhenj dhe me theks të veçantë të mungesa e reagimit të menjëhershëm nga produksioni. Sipas Rødulper, incidenti i ndodhur të shtunën ka shkaktuar zemërim të thellë te publiku, sidomos në lidhje me pyetjet që lindin për sigurinë fizike dhe gjendjen psikologjike të banorëve të VIP Albania. Ndërkohë, burime përprive By Liberta Spahiu kanë konfirmuar se kjo nuk është hera e parë që Josefin Marku përfshihet në episode të dhunshme. Ai ka një të kaluar të errët, pasi ka qenë i dënuar me 3 vjet burgim në Zvicër për akuza të lidhura me dhunë fizike dhe precedent të tjerë penal.